E kalojnë kohë gjithmonë në internet, si dhe pi punës nëse është në punë, e kalon kohën në internet, bjevën, se janë qotë nesër, për gjëra ushqimore, për të janë, sunja del, shtirja del. Jeta gjithë jeta njëra më që shetan. Për fatën së përdore tableta e kësi terapia, se asë për tableta së më doli. Përshëndetje, nderuar, ma e lodhë, qësh po kalan? Mi, falenderit, mi. Apo na tregon nderuar, qësh e keni kalu ju rinin edhe çka ka ndryshe rinia e atëherit me rinin e sotet? Po rinia atëherë kemi kalu një rini me një disponim shumë më të mirë se sot. Me krahasu me rinin e sot. Rinia e sot më shumë e kalon kohën për kapiteri në internet. Ma shumë rrim pasiv. Rinia atëherë ka qenë gjithmonë aktiv. Lëvizje gjithmonë. Po që kemi pas kushtet e sotit që kemi. Po që ata kushtet që kemi pas, e kemi shfrytzuar maksimum, e kemi qenë më disponume, kemi lumë në për livadë, në për fusha, me tope. E nëse i kishi pas edhe jo kushtet e tona që i kemi tash, po menon që kish me qenë njëjtë? Po kish me qenë. Kushtet e bojnë vete, nështë edhe na kishëm qenë ashtu, su ku kjo rinia e sotit, ke gjë normale. Po qësh po do këtë rinia e sotit? Mirë. Apo do këtë që janë dembelov pak shkaku i rrjetëve sociale? Po, shumë bile. E kalojnë kohë gjithmonë në internet, si dhe pi punës nëse është në punë, e kalojnë kohën në internet, bjevën, se janë qotë nesër, një jetë pasive. Po sa i përket politikës në Kosovë, qësh po ta mërmenja? Janë të kënaqur qytetarët me politikën? E mbara qytetarë, kjo një pyetje që... Ju a jeni kënaqur me politikën në Kosovë? Jo. Pse? Se nuk përmenojmë për popull. Si se për karë gjithë jetë, po shifet që tash. Po shifet. Njëse asha shifet nuk ka nevojë për koment. E qka po mendon që s'po menojnë për qytetarët? Për shembull, cilat janë kërkesat e juaja si qytetar? Një standard më të mirë, çmimet më ulë. Nuk ka është kjo për shembull edhe merr një rrugë 500 euro. Sunja del. Nëse ka 2.000 shtira me adal, gjitha lypër me pagu tatim, me stolëm, për gjëra ushqimore për të janë. Sunja del, shtirja del. Jeta gjithë jeta njëra më që shetan, e vështërsi. E sa i përket pensionit, apo mundesh me adal me pension me jetu në Kosovë? Jo, bile s'ka nevoj me hinë ato. A më ne ka lënë një bjetes me një pension shumë shtira. Po thu që pagat e pensionit janë veç sa për mbjetes në Kosovë? Sa mbjetes, për fatën së përdore tableta e kësi terapia, se asë për tableta së më doli. Me soli për dane, ose për një kave të takosh me një shak aty. Nuk i pare, mi a pagu një kave shumë. Po, kur ka qenë hera fundit që ke qarroste? Hera fundit, a ditë kërë kom marrë pensionin. Veç kur ta marrësh pensionin, a? Po. E qësh më ndihesh që po mundesh me hoqa arroz kafe adet? Po pak ma i shlira, ma mirë merë frime ata. Apo të pengon kjo në shoqëni për me dalë me pi kafe se nashta dikush tjetër i ka kushtet ma mirë? Jo. Apo ja bo një merem për kafe? Po i merem qashtu, po dikush nashta, i kuptojmë se cilën që i kuptojmë se cilën. E cilat janë temat mas shumë ti që i diskutoni si shoqëni? Politika. Politika? Qka po folni për politikë? Politikë, po si do mos që parlamentin e fundit. Mes parlamentit, show në parlament. Show po thunë parlament, e? Show. Qka po ta mërmenja, ka mu formu qeveria? Ka mu formu, s'ka qare. Kemi votu për ta. Për ka keni me votu? Për parti kemi votu. Për parti. Jo, apë ju pëlqen vetë vendosja në i parti tjetër? Ja, bes pjetë është, S'po dënë kështu, a? Ja. E ka në favorizan prej politikanëve? Bedrien. Bedri Hamza, me përdë kënë kësha? Po, Bedria shivit qarë njëri familjar, besë kësë këpëtojnë të tjerë se e ka më të bindje temet që Bedria është njëri familjar. E nëse kish fitu Bedri Hamza, qëfar ndryshime kish mujt me bo? Në ekonomi si forta. Një njëre që ka përvoj shumë vjeqare dhëtë mja besuat atë profesion ati. Bën ndryshimet mëdha në ekonomi, në industrie, mirëqenie sociale, gjitha këtu. E Albin Kurti s'po ta mush synin, a? Valla jo. Pse? Ja, fjalë. Nuk shkam me fjalë. Po
A i keni votu Albin Kurtin atëherë? Po, po. E keni votu, a? Jo, këtë kuptohën. Albin Kurtin thasha e keni votu? Jo, Porra? jo, jas. Besim ato në njëre që kollë shkatrane, vandalizëm, ba. Qysh me dhonë votat? Po qaj njëri është. Betri Hamzën jo për dojshë shumë, po getë. E dojmë se njëri familjarë, si mas mizeri. Po. Po njëri familjarë është. E Kurti s'po do këtë familjara? Pa e që tashtë. Po del të piteme sa petë që tashtë, po banë krasë. Ani veç, po i bojna disa krasime se ju për favorizojshi Betri Hamzën. Po. E Kurti nuk është familjar si pas juve? Pa është... Allaj, mas tim në atom, se... E sa i përket ngritjes energjisë elektrike, a ka qenë e nevojshme? Jo. S'ka qenë e nevojshme? Jo, s'ka qenë e nevojshme, se bolë me së faktura, ma përparash me solidarsh më kryjë, ose me rritë energjina, ajo është. Se pak unë vjen të anëllë, keqë ma keqë. Po. A ju ka ardhë ma shtrajt ashtë rryma? Nuk e di që të mujtë, nuk e di s'kom vrejtë kur gjë. Ndashtë apim këti mujtë, ka ndryshime. Po sa i përket shoqërisë juaj edhe gjithë personave në moshë, çka ju nevojitet mas shumë ti? Po e që tash në vitit i shka me kalu një jetë qetë. Një jetë qetë me kalu. Krye misioni jo, ajo, shka kemi mujtë kemi përnu që tash, veç i shala këta të të A keni mendu që ka me qenë kështu një Kosovë e pavarur? Po kemi mendu, po. Blesa shumë ka më buka me marzikës vitra. Për besë, po. E thashtë Nuk ka keq. Nuk ka keq? Nuk është keq. Nuk ka hezë Kosova, me të madhe. Me të madhe ka hezë. Po. Me të madhe. Unë si e vjetër e di për shumë, Lipjan nëse him në ato ma herë për Lipjan. Po. S'ka pak së ndërtejta. Që ndërtejt ka qenë ma përpare. Shtetet këma herë. Kjera s'ka pas. Dy jënë ka unë s'ka pas. Edhe që kja më nuk. Kjera s'ka pas. E sot falem të rejtë zotit dhe shka janë. E që shponi është ashtë kur peshen këtë ndryshim Lipjan? Krenar, për shasë. Krenar. Ka hezë Kosova më të malë. Më të gjitha. Regull, inderum.